Mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar këtu në valët e Top Albania Radios dhe në kanalin 10 në digital për të dëgjuar dhe për të parë çunat e Top Fare. Do të jemi deri në orën 8:00 ose ndryshe 20:00 këtu në valët e 100 MHz, 100 rumbullak, mos e lini as 99. Kur shkon nga jug nga veriu ndryshon frekuenca. E rëndësishme është që nuk ndryshon në kanalin 10 digital, po ti mund ta shihni me Z, mund ta shihni me figurë, mund ta shihni si të doni ju ne, studion, DJ nga mbrapa, çunat e teknikës, çdo që ju të dëshironi. Angelo Shkreli, Julian Hurdha dhe DJ Kedos. Applause now please. Hey! Do të jemi siç e tha dhe kolegu deri në orën 20:00. O Juli, çfarë ka ndodhur Juli? Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur shumë gjëra, kjo është e hëna e parë e muajit mars. Shkurtër që ishte. Iku ka ardhur marsi, po na vjen dita e verës, po si duket bota nuk është mirë. Po ç'dita e verës, do të jash ballokuar me era squfur. Se do vi squfur ide këtu, ajër, vjen e bëhet. Nafta do rritet e prapë. Do fillojnë ata punëtorët e naftës, ja punëtorët e karburanteve të naftës. Hipe zbrite. Ju a qajm hallin. Më shumë se sa vetes ju a qajm hallin ju që do lodheni. Po, se për ne kemi lek pafundër. Po, siç thoshte edhe Hamleti, koleg. Ç'thoshte më? Kjo botë u shthur o prapsi o dreq, që un pas kam lindur të ndreq. Bravo Juli, mos lexo më gazetat, lutem, se nuk i përshtatet këtij emisioni. Vazhdojmë me lajmet tona. Tre ishin ndodhit më pikante të javës që lam pas. Hajde një na ilumino. Edhe ku flasim për ndodhi, ju a themi për herë të 59. Pse nuk flasim? Ka që me ai numër. Ka që bërë? Se 69 tash po e them si i tërës. Jo, po shumë larg 69 dhe 59 mirë. Kështu që është fiks nga ato momente ku merr kuptim ajo shpreha që po na dëgjojnë veshët. Çfarë po na dëgjojnë veshët tani? Një. Është që ekspertët na kanë hap punë, koleg. Si na kanë hap punë? Ty, Kedos i çunave mbrapa dhe të gjithë atyre që po na dëgjojnë. Kedos, ke punë dia s'ke punë. Uf, punë ka, s'ka profesionist. Po pse qesh kur të pyes valla? Se s'kuptoj ose me ke punë s'ke punë. Po për çfarë punë e ke? Po punë burr, punë që punon që merr lek. Po le të kemi thënë të punojmë, po jo të çmande vi ka punë. Tamam. Mos u klononi, kjo është. Po, sepse sipas ekspertëve, mungesa e intimitetit mund të ndikojë në shtimin në peshë. Pasi truri kërkon burime alternative kënaqësie. Pra, nëse keni shtuar kilogram kohët e fundit, e ka fajin mungesa e seksit. Çfarë thuare? Po, nëse është kështu i bie që t'ju bëjmë thirrje të gjithëve. Mbyllni palestrat, hapni hotelet. Hotel hapu, palestër mbyllu. Hape mbyllë. Hec na bëre mor Juli, ç'na bëre. Thu edhe dy. Po ti si e me palestrën ke bërë dorës. Te puna dorës. Po ja dhe palestër po. Bravo, e keqe me fundor, Me një gur pra strezoj. Vriti të gjithë, po kujdes mos vret veten. Çfarë se drejtoj unë. Nga vetë. Bravo. Më shumë e bukur, më pëlqen. Çaj morin dikur thonin. Ora vazhdon lajmi tjetër. Lajmi numër 2 është Meta. Kush Meta kompania. Ha pra se ti gjithmonë nga tronë këtu. Meta krijon klonin digital që poston edhe pas vdekjes son. Ne shef, të fashun për klonet, nuk dohet në besoj ti mua. Kompania ka marrë një patent për një teknologji të re të inteligjencës artificiale që mund të krijojë një klon digital të përdoruesve të rrjeteve sociale. Ky sistem teorikisht mund të vazhdojë aktivitetin e tyre online edhe pas vdekjes. Duke postuar foto, video, mesazhe dhe komente, si dhe duke ndërvepruar me ndjekësit dhe duke imituar mënyrën e tyre të shkruarit dhe të sjelljes. Domethënë nga sot nuk ka më nevojë për letrat e shtylla, mjafton një histori dhe ai vazhdon vetë punën. Nga sot, imagjino selfie nga varrimi. Respekte për Metën. Kudo që je Meta, Zuckerbergu, bravo të qoftë për veprimin që s'po na lë as të vdesim, domethënë kjo i bie që ti do të ndrosh jetë, nuk të lë. What was this man? Po ç'do? Imagjinon vërtet selfie nga varrimi. Por, edhe me arkivoli brenda. Me atë përshkrimin. Që ka shumë ngushtë këtu e la. Ku e la? Arkivoli. E humoristik. Ja, thot bishkrimi, shif ata që bë shansa isha gjallë, sot kanë ardhur të më hedhin lopatat me dhe poshtë intrigantët që shkruajnë ai i vdekur. E frikshme është të vazhdoj të bëj dhe like për shkakun. Ti sa e ke përcjell për në shtëpinë e fundit, pap
bo like ai. Po, më e frikshme, di kush është? Të çoj mesazh, vlla, kur të vish Basili çi karikusi. Jo. Ma jot vesh dera aty mos kesh karikusi. Hel. Tamam. Ky është fiks momenti kur njerëzit fillojnë të thonë mos ma prek algoritmin se ta kam lënë amanet. Kujdes. Amanetin nuk e tret as se ajo u thonin të vjetrin. Po, dhe kur përmendet amanet, nuk mund të bëjmë amanet në tevona. Ose amanet nona ta ka Je i lashti, ti jetë Vesa Luma akoma. Shkojmë tek Treshi. Hajde. Rehabilitimi i sheshit Nën Tereza do ndërtohet muze arkeologjik dhe parkim nën toksor. Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të kryejë të gjitha procedurat dhe sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik, duke lidhur edhe kontratat përkatëse për projektimin, zbatimin e mbikëqyrjes së projektit, si dhe të ndjek zbatimin e tyre të projektit përkatës. Më pak fjalë me rregull me letra. Në fund ka një vend ku historia dhe biletat e do të takohen ball për ball, biletat e parkimit Juli, bam, se s'kishim ku. Më në fund u takuan. Jam shumë excited për këtë. Po ti a je excited? Yes bro. Yes brother from another mother. Yes. E kupton ti mërzotri që në Shqipëri parkimi është aq i rrallë sa mund shpallet dhe pasuri kulturore. Çardhuar, edhe të zbresësh në katin -1 për të gjetur vend parkimi dhe në katin -2 për të gjetur pellatëk dhe ilirët aty. Ilirët në shumës, jo Ilirin, se Iliri nuk e qenë dot aty. Edhe imagjino Guidon ku thot, këtu kemi një shkrim 2000 vjeçar, ndërsa këtu është një forestrat e ka lënë njëri ka ja 2 javë. Tani presim vetëm tabelën, parkim 0 deri në 2 orë falas, më shumë hyn në epokën romake. Pra, ja ku jemi, shtohesh në peshë nga mungesa e seksit, jeton për jetë në Instagram. Ti Juli ke shtuar çik më duket. Unë kam vu barg pronari tha foni. Po barg pronari, po kjo si i bie që ke shumë kohë pa kryer marrëdhënie seksuale. Unë të thash jam të puna dorë. Vaj e shkreti sa vuan më. Edhe ti mund parkosh në histori, nëse këto nuk janë arsye për të thënë që ç'po na gjën veshën, nuk dim ç'at ju themi ala. Mirë se erdhët në emision, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, më mirë futi një mendje top se më keq nuk ka ku të vej, më mirë do bëhet. Apo jo? Është dhe muaj i bekuar, kështu që vetëm pozitivitet. Juli, më thuaj. Ti kot xhelozon në mua. Ç'o duhem Big Mama? Jo, ti si Big Mama, ti je small baba. Small baba, se mama nuk je, apo je mama? Mama sot është e shqetësuar. Nga mera ku nuk po flet. 18-13 minuta, okej. Kedo se di veti ku do shkosh, i di shumë bukur ato gjërat e tua. Sa po merr një follow, kurse matematike. Bravo qoftë. Ikim, ne të bëjmë çik kurs. Live këtu në Top Albania Radio, 18:19 minuta shënon ora, ishim me Big Mama kot apo plot. Ne jemi rikthyer, po dëgjojmë muzikë shumë të mirë. Angelo Shkeli, Julian Hura dhe DJ Kedos nga ana tjetër e xhamit, por si duket pas kemi edhe telefon përsëri. Alo? Mirëmbrëma. Dëgjono. Jam shumë i shqetësuar ore si artist. Ç'ka ndodhur more? Fundot në Big Brother djalin e gjetë o lucës. Mirë që keni berë, po dëgjono. Futi e vllajin tim të madh, Po si të fusim vllajin e madh tek shtëpia e vllajt të madh, si s'po të marr vesh. Po futeni, ka ngel Bigu pa korçarro. Dëgjono, jam i shqetësuar shumë, Ka shumë pas kanë ndikuar mos pasja një korçarin Big Brother momentalisht? Mama sot është e shqetësuar, nga meraku nuk po flet. Mamaria ko ma zgjuar, edhe tjere, dëgjono. Stefin brenda, se kemi dhenë populli gjithat gjesa, gjitha luqa dhe ne, Endri dhe Stefi Jam vetëm Endri, Stefi pa vën gati valigjën. Pse, keni ndonjë koncert? Po është prishu rruga, be ku të vejmi. Me ngelu në Korçë, po dëgjono. Till në helikopterë, merrni Stefin, futeni në Big Brother, dëgjono. Ore dëgjoj se më çmendë, më dëgjono. Dëgjoj. Dëgjono. Po dëgjoj. Po më dëgjoj ti tani, dëgjono, po ç'kuptim ka dyshja që jeni ju pa Stefin ose pa ty. Si do t'ja bësh ti pa të? Si do t'ishti pa Stefin? Në pjetare unë jam ullur E Aman mos këndo më se tek 50 që më ka ngel në portofole do ngrijem ta hedhe dhe atë do ngel pa gjë. Lutem.
dëgjona, ku ti Stefi ose është profesor o i mësona, Po s'duhet masim aty, more, duhet debat aty, duhet shere, duhet adrenalin. Po e bën Stefi, e bën ajo, e bën. Qa bën, bën Stefi shere, o? O zjetë me robat e veta, o dëgjona. Po ti bre Stefi në të bëj lokali kurbane, të bëj lali kurbane, të kapim në i zarfë. Po ç'lidhje kanë zarfat, më nuk hidhen lek aty. Po qa janë tëra të zarfat që vinë aty, jo? Pa ata janë zarfat e zinë, more, për dënime, zarfat të bardhë për ndonjë shpërblim dhe zarfat tjerë pastaj që vinë për njoftime të përditshme. Po futeni bre se ai e kthej çdo debat në këngë, 18 ditë për një muaj e mbaj e bend. Njeri në ke gati për dashurinë e pamundur, Brikena Mateo, Shishi, pa një herë na thuaj diçka më shumë, ç'është kjo? Dëgjona. Po, dëgjoj mor burr se më çmene, dëgjoj. Jo, e kisha dëgjona të vëzën të gjo këngën. Po të dëgjoj. Me këtë këngë, përshëndesi Brikena Mateo, e ka për Stefi. Nëse po të në Big Brother të këndoja di bravo Stefi në atër po me fare, arre! Po kënga lëri përshëndetjet, po na këndo. O jepe mos e mbaj për vete, jepe, më nominon, ti më fikson. O jepe, mos e mbaj për vete. E në atër po me fare, me të të gotër, Shka po don. Gjono. Ka vetëm një problem. Po bre, cili është problemi? Që Stefi nuk është jona i mikrofoni i vogël që mbani aty në bigëre, e do akullorit e madhe në dorë, Po nuk ka faj Stefi këtu, se gjithë jetën nga qënë me atë mikrofonin e madhe, nuk i shion me atë të voglin. Dëgjona. I duke dora bosh ashtu. Dëgjona. Edhe Stefi, mos më thuj me Stefi që rrugët e të viter aty. Po çdo vish ose është blokuar, ku do vesh? Dëgjona. Dëgjoj. Stefit kur i duke dora bosh, fillon e përdor dorën që ta mbushje. Hajde, shef Stefi, hajde. Futeni bre Stefin, mos ma prishni. Sa të të ishte moj lalka aty, e që ki mandjen moj veç të këty. E shka këtare më jeti. Ata që do vinë në koncertet do jenë para ekranit, do rejme të gjonë. Kuptoj, o të dëgjoj e të kuptoj, por nuk e ka mund dorë, kjo është problem. Nuk po shmimin e malë Stefi, me të gjonë. Vetëm qojnë në finale që të kapin e koncert, Po ku vuani ju për koncert, futja kot tani. Ore, ti ndjeri në një lektash brenda, se jashtë pa u reguluar rruga nuk vem do të gjë, kemi marrë fundë, kemi bërë principat të bërë. E ka me do të teo t'i qesë. Ta ti digje t'i qesë, qesë të bërë. O Endri dhe Stefi, më gjono. Ja me të me Endri, ose me lojtë të fare, unë pima ty të zuri, Unë mendoj që për Big Brother je fix ti, Stefi është më i urt, nuk e përballon dot, duhesh ti më energjik, më vital, më meritë, më me batut. Ore, aty që për tasin këta, duhet i njeri një profesor, të ruaj kontrolli që tërtë vozien, se vjesh paqësor, si oqean. Po tani, me këtë do shkonte Stefi aty për shembull, qa strategji? Me të gjitha me rall do t'i kapte, Si o me rall? Pase me këtë shkonde, po të reju Dania. Pra, me këtë kryon të aleancë, Stefi, për shumë. Te thuaj e për që në ndori nga vetja. S'ke faj aty të rimëndje. Me nuk do shkonde fare, dhe pare punës e si gjono. Pse? Kemi kundërshtare në beteje atë. Tan Kolën, po pse kundërshtare Tan Kolën, a i koncertet e veta, ju tuajat, keni fansat të ndryshëm. Stefi, dhe gjono. Du brete po të prezat dhe Top Channel një Endri, prit mor burë se s'bojnë këshu këto punë, qa presi, ku po presi? Stefi të shkadron fare! E me këtë gjumin është mirë, se është mësuar si me orë në Amerikës, si me të Evropës, si me të Korçës. Po qare, ti e nuri buguri shqipëtare, nuk thonë kotë korçare oj qfare. Ti. Gitare,
ti, o mor Julian. Se na bëre derma, na futë Big Brother Overland. I ka se s'ka me tekst. Igo, gnaqe 18:26 minuta shënon ora, siç duket të gjithë vazhdojnë të telefonojnë dhe të gjithë një vend kërkojnë. Big Brother na fusti aty, thot, po çu bëu ato buz i kombinat kino studio ai madhi që ti fusim të tero. Ikim DJ Kedo, shkojmë tek Ronela Hayati dhe rikthehemi vetëm pas pak. Ju vazhdoni të qëndroni këtu, nëse jeni në trafik mos u mërzisni, ne rikthehemi, po deri atëherë ju keni muzikën shumë. Jemi rikthyer 18:31 minuta, jemi live këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital tashmë me zë dhe figurë gjithçka. Alo. Kur mos më shihni, mos mendoni se kam vdekur. Jam I gjallë, jam në jetë, jam aty ku rruga shëmbet vet. Po ku je, o ku je? Jam vrenozi, s'jam Elgidota, Po ç'lidhje ka Elgidota këtu tani nga doli? Pa thot ku je, o je. Oho. I bëj thirrje para polsit. Dëgjono. Har burr se na çmend, dëgjono njëri, dëgjono tjetri. Ora kufjet në veç I kemi, dëgjojmë o llaçi. Mos më flit mua ashtu, të ta gurbazën. Shqetëso më, shqetëso. Nuk dua të zihemi, mor, po më thuaj ku është problemi. Problemi është e vëllezrit Korçara, Endri, dëgjono. Nuk ka birë nene të fude Big Brother që të Korçar para me, Po qëtës. Dëgjono, o një ka pasur Big Brother Korçara, një vetëmi, vrenozi. Për të tjere do dalin e do hynë në vrenozi mbajt mendë, Po ç'ke mor vrenoz, shke se kanë të drejtë dhe ata bre të futen tani, pastaj Stefi do me thënë se Endri s'donte. Stefi të futet, për jo në lokalit të këndoj, jo në Big, të futet në lokal të këndoj jo në Big, në rregull, po që ke gjithë këtë mlef me patriotët e tu, mor? Po se në 98-ën, Po? në Selanik, këndoj për tërë Korçarët e për mua jo, vetëm për mua jo. Po pse jo për ty? Se ti e nga poradisti, më tha, o nga poradisti, unë të vidoha gurmazin aty, po sa prekjalin, Vrenoz, sa po më erdhi një mesazh nga Endri, hajde thot përballemi. Po, zi do tani, bre. Pse? Harova pasaport, e katën e vogë, edhe dinja që ka marruar një gjë. Po si jo haro pasaportën, se për të ardhën në Tiranë I pjet nga Selaniku, kam ngelur tani në Symiz le zonë. Po pasaportën haron, o duduk, ku vullë në kuën në pytën Slovenë. O Vrenoz, merë frymë si fillim dhe dyta, po që të duhet pasaporta mërzotri? Po ta thash një herë, se duhet me ire nga Greqia, se është prishu rrugër, e le për javës tjetër e shtymi, thuaj ati, po më rjasë në televizë. Po qa tani e shtym, nuk bëhet me të shtyme, o, dil për balu a lëre. Po ata po shtyjnë gjyshin e Monikës, se nuk po shtyjnë këte, qarë bend, tio. Mirë, këtu më zura me shpatu la pas mori, na falë, më falë, apo jo? Po, për të falë, javën tjetër, thoja atje dhe shkojmë edhe në protesta. Po protesta për çfarë, mor? Po e kanë bërë 10.000 leka biletën, dëgjono I bëj thirrje tërë shoferëve, gjeni me zarf të zi të tërë, do dilni para ligjit, para gjyqit, po. Po, pas ka prekur shumë si duket, po ç'ke mor urtëshit, nuk ka zarfa të zi në ndem, o Vrenoz. Po na unë zi jeta, bre, po këta me zarf të zi se ka që, e kemi jetën sterë, Po ç'ke mor burr se ngele veç tu anku, më. Se s'po handu t'pasuri. Po pse? Se kanë por dhe qmimet, ore. Nuk ulem sotë. Unë desha të merë me ka që po s'desh të ecë. 5.000 leka kilja fasulles, ore. Edhe të pjerdhësh duhet ta mbashën fort, po të dali shumë, të tono. O Vrenoz, ta ruaj me tigën e para dhe e dyta tani. Pse nuk ndejten Big Brother, pra? Pse dole? Të paktën aty nuk do kisha hall çmimesh. Ore më mirë stresi çmimeve sa të dëgjosh mirin e Rogetin, mos harroni. Kur zihen dy Korçarë, fiton një progadrecore.
Po, ashtu është. Aty, te liçeni. Po ka dhe i Barsalit për këte, po s'po ja tregoj. Pse? Ose për Barsalit a keni salsarun, jo tregon a io. A për Barsalit e me korçare me makinë. Kështu ti themi Salsan, ose na tregote Barsaletën me korçarët dhe me makinën që na tha Vrenozi. Me makinë si të rajkë. Ate bej. A një putin e një këngë të bukur aty, a thuaj ati DJ të qajse, që më duket korçare dhe ajo. Jo, mo kjo është Gavlora, më është Gavlora. Të kejë, Belali, e si ma beri e dhe një vlojatët, ika, ty të gjoj yve, tani, e kujdesë, mos merë me në telefonë së ta agurmazin. Mirë. Ikur qarka, a i është vetëm Vrenozi i madhë. Mirë, hajtë, shofsh me shëndet, mbi të gjitha se tjera do t'i regulojmë. E kështu, hal këtej, hal andej, por haleve nuk kemi se ç'ti bëjmë përveç se ti lehtësojmë me muzikë. DJ Kedo zona çoj tek Armend Rexhevagić me 2 fish më pak. Kjo është një këngë që mund ta pëlqeni shumë nga jo, po di që Angelo e pëlqen. E mor Julo, jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë, është 18:40 minuta, 2 mars. Mos i numëro. Nuk i numëroj 2 mars 2026. Ky marsi do duket që është i gjatë Juli, po ti ja dole mbant më riktheje mua me këngën e Armendit. Bravo qoftë. Erdha, Erdha. Mirë se u riktheve. Pinjolli i shkrelajve. Respekt i shkrelit. I shkrelit? Po, se shkrelajve del fis tjetër. A thu? Se si një fis ju? Po një fis jam unë. A ke thënë një herë çaj ke azem shkrelin? Letrarin e famshëm? Nuk na ka rënë një muhabeti. Si diesh në shkollë për shembull kur përmendej në letërsi azem shkreli dhe ti kishe mbiemrin shkreli. Kam kushëri, për shembull Martin Shkreli, ai që rriti që u fut në burg, kur në Amerikë, mbalmë. Ai që mëse u keq interpretuar. Vetë ti ke shpëtuar domethënë. Jo, e kemi kështu që na internojnë, na bëjnë kështu po. Për persekutum. Po, për Martinin atëre u keq interpretuar lajmi sepse ai i arriti çmimin e kurës kundër HIV-it, i arriti spitaleve. Pra spitaleve private, ndërsa persona për të vije ti larg qoftë te gurtet e drut, ai të zgjidhë nga goja. Ja kupton. Ty ta jepte falës, ndërsa spitali që donte të përfitonte, pap, ja jepte me çmim. E kuptoj. Media në burg. Jo, kështu të fusin. Po kushëri, po çfarë do bëjmë? Ti e ke humbur ndonjëherë si Xhaferi si Miten? Thashë do të ke humbur qeri, çike këto pyetje që më bën, jo burs. Se ka humbur. Parë zonë që keni këto edis. Në live më çafsh po. E mirë po, ese ja bëri hajër. Si ka lindur shpreha e Meru me Xhaferin ti, jolli jetës. Po unë jam te Simitet akoma, nuk kam qoftet. Jo, çaj qoftet, ka patet të madhe. Simitet me qoftet me. Po. Si ka lindur shprehja e humbi si Xhaferi si Miten. Po ku dëgjon ti e më për sipër. Kemi googulluar, kemi gjetur. Folje. Në një fshat në jug të Shqipërisë. Në jug, po, jetonte një furxhi me emrin Xhafer. Ai pishte simitet të ngrohta dhe të shishme dhe ja shiste banorëve që kalonin aty. Bravo. Erdhi një kohë që simitet e tij kërkoheshin aq shumë sa që fitoi emër e reputacion në të gjithë zonën përreth. Edhe një ditë i vjen plaku i fshatit dhe i porosit një simite. Po. Do ta marr më vonë, thot ai, marruaj pak, ma lë aty. Dhe Xhaferi e merr simiten, e lë me njan, për plakun. Bravo. Më vonë, plaku harroi rrugën. Jo, plaku në rregull. Okej, mirë. Më vonë, dyndë njerëzit të sapo ardhur nga punët e tyre dhe duan të blejnë për të ngrënë. Dhe në punë sipër nga radha e gjatë e blerësve, Xhaferi harron që e ka lënë një simite me njan për plakun e fshatit dhe e ngatron me tjerat. Shishi. Kur vjen plaku tani ta marr simiten, ai bëhet tym që e ka ngatruar dhe nisë kërkon atë midis të tjerave dhe bën rrëmuj. Si ishin të njëjtat simite apo? Aty do dal. E shef pra që ti si as nga ky fshati në jug të Shqipërisë, as Xhaferi. Jo me kodi Angelo nga Shkreli. Angelo nga Shkreli, po. Juli nga Hurdha, po. Dhe bën rrëmuj gjithë furrë kur fare mirë plak, mund të merrte një simite dhe t'ia jepte plakut, një simite çfarë do. Po. I shkreti Xhaferi, nga puna e madhe që kishte ishte hutuar fare. Tani kjo histori mori dhënë dhe gjithë fshati e mbante në gojë dhe e përsëriste shpesh ndodhinë e Xhaferit me simite. Po. Aq sa ka mbetur deri ditë të sot, aq shumë e kanë mbajtur. Jo, ore. Mos e humb si Xhaferi simiten. Pra i bie që nëse unë të kërkoj ty 10.000 lekë borxh,
ti e lë më një anë këtë vjeçën dhe pastaj fut e plikoja jote që ke 300 bilion miliard euro. Po, edhe pastaj kur unë të kërkoja 10.000 lekë, ti do fusësh do gjesh ato që ka qenë grisur 10.000 lekë, ha? Gjeje si Xhaferi Simite, pra. Se bo. Nuk e marrin vesh. E thën Troç, po ta themi si muhabet kafeje, e humbi si Xhaferi Simite është tipike shqiptare sepse ne nuk e humbim gjën, ne dramatizojmë. Shqiptari ka 10 zgjidhje përpara, por fiksohet ajo që kishte menduar. Po zgjeti atë, duket sikur shembe dynjaja. Është fiks ajo, ore ke këtë tjetër, u e dua se s'bën. Çfarë thuare? E kishte edhe me dokumenta Xhaferi. Çe ishte kjo shumë mili për ata që po na dëgjojnë, se ata që janë. Kush e ka ishte kështu. Jo më bura zot çam ka gjetë me këtë. Për dëgjuesit, jo për teleshikuesit te kanali. Juli sapo duar trokiti. Ky është një ngacmim që përveç se ta dëgjoni edhe ta çoni te kanali 10, ç'ishte kjo? Po e bëjmë edhe një herë. Bjeri, ashtu, bam, okej. Bjeri. Të keqen, ushnja. E di unë atë Barcaletën që thaj Vrenozi kërkueni Salsanos. Kë? Me Korçari dhe makinën. Jo, e di ti? Po. Okej, mirë, i kërkojmë falje Salsanos. Ma ka treguar, po ma pa treguar gabim, ngre duart lart. Hajde ana e tregon një, hajde se ka gallat. Ishte dy Korçar. Po. Edhe i pari shkoi thotë më duhet blej një makinë, thotë ka menduar të marr një makinë, jep një emër makine për të mos bërë reklam të saj. E u mendohet ky i dy, thotë, po jo, thotë, nëse merr ashtu. Po si merr thotë një si të Rashkës. Jep emrin e makinës si të Rashkës. Rashka kush është emër makinë? Jo më si më thënë, me një foristrat si të Rashkës. Po i themi foristrat për të mos dhënë emër makinë, emër kompani. Raçi është emër. Raçi ishte emër për Rashka. Rashka, po Korçari, po. Merr thot një forestrat si të Rashkës. Në rregull thot forestrat Petë Rashkës. Petë Rashkës. Në rregull, të nesërmën prap. E morë makinën. Jo thot, mos haro, forestrat Petë Rashkës. Në rregull, kaluan ca ditë, njëti muhabet çdo ditë. Forestrat Petë Rashkës. Po. Kur një ditë bukur vjen ky me makinë, si ishte ajo. Ç'bën thot? Bleva makinën. Pa të thash ta merrem forestrat thot Petë Rashkës. Po ti thot më the more ta marr forestrat Petë Rashkës, po më the diçka tjetër. Ç'të kishte thënë ky? Ky kur i kishte thënë një forestrat Petë Rashkës, ishte thënë më shë mirë. Po pse ç'a bën kjo forestrada? Po, është aq e mirë i kishte thënë kjo forestrada Petë Rashkës sa ti po të zgjohesh 6 të mëngjesit në Korçë, bëhesh gati, hipën forestradë, shkon po Gradec në 7 pa 10 pin kafe si zotërit e liçerit. Jo ore. Ky tani thot, mirë, më do ti më thej këtë dhe unë nuk e mora, thon se çdo bën ja që 7 pa 10 po Gradec. Kështu që Vrenozi ka të sa të vëndër e po Gradec që në 7 pa 10. Po fere Petë Rashkës, sa se zoti Valdaruj. Ushnja, që të bësh po Gradec mire ka e shherë, që janë zgjuar njerëzit. Reklam, po më ke do s'po. O zoti. Unë se të regoja që bukur salsa, no, po, përbishje. Reklam Petë Rashkës. Kemi reklama, Reklama Petë Rashkës. Nga Bebe Rexha ose ndryshe Miri Super Saiyan. Uno? Kjo këngë më duket sikur vendon Miri në nivel Super Saiyan. Ho çike. Nivel Super Saiyan ishte Igli Big Brother e kaluar. Po pra, ç'lidhje ka Miri me Igli? Po duhet të jetë dikush në këtë Big Brother. Që të jetë Super Saiyan? Po. Çfarë thua ore? Hakuna Matata. Kush i dhije për të pirë këti Julit? Kush i jep? Se ma silli këtu tap mor burr. Çu kam bërë. E di ku është problemi. Po ç'problemi? Unë do të çej kusht tjetër për të pirë. Sepse studiuesit kanë gjetur sasi kokaine në çdo kargalec të testuar në ujërat e Anglisë. Çfarë? Po. Kargalec deti apo kargalec nga këta që fluturojnë? Jo, deti. Ka det në Angli la. Po pse s'ka ata që hidhen? Jo, po kush janë ato? Kështu që unë sapo kam ngrënë linguini. Pse jo me kargalesa kapitania madhe? Po nuk e di, kanë ndikuar shumë. Po se tap të bën kokaina. Mendja.
Perashkën. Pi macja uthull të dashur miq. Po nuk ka shanse më të pi macja uthull që u mek. Po pse mek është por çe? Po kështu thonë që të ka me qeshur. Varet çalloj që me trua. Zot na. E Shqipëri dha, qeshu se bota është e tëndja. Ajo është për njeriu, po ne po themi për Shqipërinë. Kemi ardhur në fund të pjesës së parë. Po ju mos u mërzitni se kemi edhe një orë tjetër. Sa gjëra të bukura kemi pjesën e dytë. Patjetër do t'i themi të gjitha në pjesën e dytë, ndërkohë tani do të vazhdojmë me programin ton shumë të bujshëm që DJ Kedos i e di më së miri. O DJ Kedos, me këngët sot ke qenë pa parë. Mos ke gjë ditëlindjen sot apo ja, s'ka lidhje. No. Okej, mirë. Ne nga Lora Shemi thotë të ëmbël, po përgatisim popullin. No. Jo, këtë se tha, po Kedos i thotë po përgatisim popullin për verën 2026-2027. Se në Vlorë vera është deri në dhjetor. Oh, popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Jo, këtë tha Kedosi, nuk e tha popull. Edhe Kedos flet në emrin tënd. Patjetër, i kemi rikthehemi në pjesën e dytë, vazhdoni qëndroni këtu me ne. Rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe ju i dëgjuat sa i dëgjuat lajmet nga Ed Hallaçi. Po i dëgjuat shumë seriozisht. Tani është momenti për të mos i marr lajmet kaq seriozisht. Edi na ka zënë lemza nga ana tjetër, po këta çuna çka kanë. Edi për atë gjë. Po. Të përshëndesim. Kështu që le ti trajtojmë lajmet jo aq seriozisht sa që na jep Ed Hallaçi, sepse është fiks momenti. Bukur shumë. DJ Kedo se ka bërë gati bazën, kështu që le të vazhdojmë kolegë. Mos na merrni seriozisht. Haj. Pse Putini po bëhet gjithnjë më popullor në Serbi? Se serbët i kanë hap derën, futu brenda i kanë thënë. Putin, do të thënë. Si futu ja futu brenda. Po futu brenda. Fute brenda. Po fute brenda. Putin, nga Putini kalojmë direkt te Shakira, e cila konfirmon romancën me aktorin 15 vite më të ri. Pasi u nda nga Piqué, Shakira vendos të ndryshojë strategji nga mbrojtës në sulmues 15 vite më i ri. Parametrat Cristiano Ronaldo. Patjetër, gjithë i kam, ashtu i kam. Seanca paraprake në GKKO zbardhen kërkesat e kryemadhit. Të marrë kanë prajmën prapë, kështu që shifemi të mërkurën. Bukur shumë, e madhe fare. Imagjino ça. Si të ngul bigu, migo, koleg. E kupton çfarë bëhet? Sulmin ndaj Vilës 31. Berisha kërkon ndjes. U habita kur e mora vesh se s'dia që ishte qendër kulturore. Çfarë batutë ti fuzim kësaj, kolegu? Po çfarë batutë ti fuzim, kjo është batutë në vetë. Ece merre vesh, nuk e dinte. Po mirë që në 2013 se ka ditë ai të ndryshimin. Zbulimi i fundit e Epstein. Ku është? Jo, sa shemo. Thash se të kishte nis mesazh ty se. Jo. S'do të çuditesha. Se ti je perri. Më je perri. Po ti je perrion. Zbulimi i fundit e Epstein vetëm një ditë para se të arrestohej, tentoi të blinte një pallat në Marok dhe 17 hyre në Tiranë, meqenëse po i blinte njëri e kishin ngel bashit. Po, bravo Epstein që kontribon për vendin ton duke rritur GDP-n e vendit. Bravo, një duar trokitje. Investoi sigurt. Se po duar trokitje, çfarë po duar të kasim, se është. Për apartamentet e pashitura. Epstein, rrimagomat e Epsteinit donte të vinte nën presion. Bill Gates pranon se ka pasur afera me 2 gra ruse. Ore Bill, ç'a thua? Ai di këto gruaja jote këto puna apo jo? Si i pranon këti kështu shiqare këto? Nga ky moment. Ku e merr? Nuk mbajmë përgjegjësi. Po ku di gruaja e Billit shqipo për çfarë fut këtu? Kim Jong-un zotohet të forcojë programin bërthamor. Ndjek paradën ushtarake me vajzën e tij, ndërkohë që këtu te ne vajzat e vogla luajnë me Barbie me manikyr, atje luajnë me tanke, mitraloza, bomba. Dhe si për ironi jemi po ne që ankohemi e themi se jeta luftë. Bravo vajzat e mbara. Beteja Musk Bezos, pra Elon Musk Jeff Bezos për kontrollin e hapësirës, njësoj si betejat e shqiptarit për vendin e parkimit. Gjë që s'ndodh. E kam unë, e ke ti. E ka emrin dashuri, ata e kanë mbaruar gjitha betejat e tokës, kanë filluar kush kap yjet lart në qiell. Po ylli limanin se kapin dot këta. Ylli është i yni. Po bakën? Jo. Po patën ai dansë me edhe. Po. Edhe. Një tramvaj i linjës në Milano ka dalë nga shina duke goditur një ndërtesë. Shqyrën e këtu skeme se do rrini me merak. Jo, ore, por ça thua.
Salvini elogje Ermal Metës, flet një italishte të përsosur, i vlerësoi emigrantët që janë integruar. Nëse integrimi do të bazohet tek e folura e italishtes, atëherë gjysma e popullit shqiptar që nga një shkallë më lart se integrimi. Bravo ju qoftë. Dhe atëherë bie Vlora është kryeqyteti i integrimit. Po edhe Durrësi është zëvendës kryeqytet apo? Po, zëvendës kryeqytet jo, me 2 zëvendës kryeqytet, i bie ajo pjesa Shëngjinit andej. Po, edhe që ande i iknin anijet atëherë, çfarë na kanë bërë. Na mbyti, si nuk dëgjuam njerëz që të vinte ania italiane nga Italia në Shqipëri me emigrant. Pse vjen vetëm ne ande jo? Vjen tani mor koleg me turist. E shef si është bota portokalle. Po pse më po është bukur e burr të vi italiani këtu të kërkoj punë. Po vjen italiani këtu. Po se vjen për të bërë dhëmbët, vjen për të bërë vlogët, vjen për sa vjen këtu. Vjen. Ne bëjmë masazhe shumë mirë, Juli. Ku? Masazhe? Kudo në për Tiranë. Kudo, ku të duhet. Policia bastis pronat e vëllait të ish kryeministrit Milo Gjukanović në qendër të Podgoricës. Thash edhe Pogradeci. Kur tha se do bënte pastrim policia, nuk e pati fjalën për pastrim plurit sirtare. Jo, kishte bastisje. Rruga gëlltit makinën në mes të kryqëzimit. Po flasim për Nebraskën në SBA, jo këtu. Ja se duhet cituar burimi. Ndodhen edhe andi nga Korça, por jo, nuk e glabëroi makinën në kryqëzim. Dogana e Kapshticës bllokon 1 ton mjalt pa dokumentacion. Urna? Ndërkohë bletët kanë dalë në protestë. Nuk na keni thënë që duhej pasaport për të kaluar kufirin. Po tani si dokumentacion? E di me kartë identiteti këta. Po si dokumentacion për mjaltin o burr? A është ai, e ke parasysh kur thotë martesa? Ai je tek mjalti apo je tek Po te mëja tjetër. Prandaj për ta verifikuar është mjalt apo është më tjetër? Po me provë burr. Gruaja, mjalti, sharqiri janë me provë. Nuk ka kështu. Edhe me të prekme. Me të prekme sharqiri bi kështu. Se diu se e keti nga anë tuja, ne e kemi me provë. Ti i bi te koka grus? Jo, sharqiri te koka sharqiri. Po s'dia ku mi radhën tjetër edhe i bi të sharqiri te koka, që i bi pa. Shega i pjek. Bjeri Juli te koka se ne kemi gajde G. Kemi spote publicitare, rikthehemi sërish vetëm pas pak. Kemi mos më bëj filma mu. Jo, spote. Dhe tani do të shkojmë aty ku ne bëjmë filma dhe regjisorët çmenden dhe vënë duart në kokë, bashkë me aktorët thonë pu ç'po na bëjnë. Po. Na e falni, shqiptarë jemi edhe ne. Hajde, nuk ka problem. DJ Ketos, të lutem atë bazën dhe ne fillojmë me një herë. Kolegu i ka vesh rrobat, gati në rël. Po. Unë jam italiani këtu. Po. Mato Gruda ka probleme serioze. Vitet kanë kaluar, por ai nuk ka ndryshuar, madje më shumë është rënduar. Topin gati dhe ka mendjen tek lufta. Por, kësaj radhe është përballë psikologut dhe ngjarja merr tjetër rrjedh. Mund të fillojmë kur të jeni gati, zoti Mato. Ato e di unë. Çfarë? E dëgjove? Apo jo? Nuk dëgjova asgjë, zoti Mato. Zhurmën, si bubullim diku lart. Ç'po të zhbonte, zoti Mato? Më kanë thënë se jetoni vetëm. Si? Në fshatin e vjetër? Jo. Kam edhe Topin. Top Channelin? Jo. Zoti Mato? Top Albania Radio. Mato, njëri kolos. Edhe njerë. Për çfarë Topi po flet? Po flas për Topin dhe kështu fillon gjithmonë. Fillon me zhurmë, pastaj rriten dhe çmimet. Dhe Topin e kam aty prej 30 vitesh në obor. Mato, shko pak më poshtë, Mato. Më poshtë jam. Se e kryem këtë gjë, Mato. Po thua, e kam Topin për luftë. Po ç'do? Për luftë, të thashë. Luftë kundër kujt, zoti Mato? Kundër jetës. Se jeta po më sulmon çdo ditë. Kjo është jeta, Mato. Kshu është kur s'ke pare, Mato. Buk, djath, shalqi. E mos të plasi fare, Mato. Spartans, prepare for the glory. Po tani me kë po lufton, zoti Mato? Me çmimet. Pse? Vajti nafta bum. Vajti gjiza bum. Vajti qiraja bum boteng. Po Topi nuk i ul çmimet, zoti Mato. Çmimet si ul, po mua më jep moral. Të rosh, atë mos rosh. Topin nga shtëpia ta drejtosh. Çfarë ke, zoti Mato? Filloi lufta tjetër. Po tani me kë? Me gruan. Pse? Sepse ka kohë që më thot Topin e ke të madh, po gjylet të janë lagur, nuk shkrepin. Ti pas ke ngjitur dhe pas ke ngritur repart ushtarak, zoti Mato, ndërkohë që zonja kërkon repart romantik. Mato,
Problemi nuk është e topi. Problemi janë deklaratat e saj. Në fillim ishte si raket, më thot, tani e si kapsolli vitit ri. Po pse nuk flet hapur me të, zoti Mato? Fola, doktor, fola. E i thash, jam i lodhur nga puna, nga kredit, nga hallet, nga streset. Po unë s'dua kredit, dua energji, më tha. Dhe çfarë i the ti, zoti Mato? I thash, kam energji, por po e ruaj për emergjenca. O, Mato, tha, po ne si jemi NATO, jemi çift. Dëgjoj, ti nuk ke nevojë për artilleri, zoti Mato. Ke nevojë për karikues. E shef këtë? Ja ta heq pak. S'po dil ka zoti Mato, që nga i shtrënguar shumë fort. Shfutur thellë. Mato, të ka rënë bateria, jo burnia, Mato. Ato e di unë. Topin e paske për jashtë, por lufta të zhvillohet brenda. Mos e ngatro Borin me dhomën e gjumit, zoti Mato. Kam edhe një hall tjetër. Çhalli ke? Një herë në javë kalon policia edhe më veç gjop për parkim të gabuar, nga që tyta është gjysmë në rrugë e gjysmë në trotuar. Mato, mirë je bir, Top. më shumë se sa top. Më dukesh fare. E mirë, top fare. Po ç'bën gjithë ditën me top, Mato? S'është e çuditshme? Dal në mëngjes, e fshi me leckë, e i them qëndro gati se sot kemi betejë me faturat. Po nuk i la do të kshu faturat, zoti Mato. Është çështje sistemi. Oh, mora topin, dola malit, të luftoja për atë dhe. Ku ta dija unë i shkreti se armiku ishim ne. Mato, ec, se ka arëm. Ku? Bëj shaka, zoti Mato, se për të hequr mendjen. Pse nuk e heq topin i zoti Mato tani që kujtohet? Ato e di unë, po e hoqa do vinë edhe do ma zënë vëndin do një ndërtues. Vjen një me projekt 3D, kull panoramike me pamje nga plagumere. Po pse e keni drejtuar nga Kodra, zoti Mato? Se andej fillon trafiku, çdo mëngjes bori, sikur po sulmojnë Iranin e jo po çojnë fëmijët në shkollë. Keni probleme me trafikun? Problemi s'është trafiku, problemi është parkimi dysh. Njëri lë makinën në mes të rrugës, futet e pi kafe. Tjetri i bie Boris dhe don rëmuje zhurmë. Ju, doni rëmuje zhurmë, i bini Boris, doni volum. Ja, që baba këtu, bam topit dhe kam drejtuar topin nga Kodra. Nëse vin, unë jam gati. Po kush do vi, mo zoti Mato? Ata. Kush janë ata, zoti Mato? Ato e di unë. Gjithmonë janë ata. Ndryshojnë emra, ndryshojnë flamujt, por gjithmonë janë ata. Mato, kam një pyetje. Po. Kur ishte hera e fundit që ju erdhën? Mua apo gruas? Mato! Në 97-ën mendova se erdhen. Vazhdo. Pastaj në 2008-ën kur më morën tokën për rrugën. Vazhdo. Pastaj kur djali iku jashtë edhe s'u kthye më. Vazhdo. Gjithmonë dikush të merr diçka. Dhe topi, çfarë të jep? Qetësi. Kur e pastroj, kur i heq pluhurin, ndjej sikur kam kontroll, sikur nuk jam më viktim. A ke gjuajtur ndonjëherë, zoti Mato? Kam gjuajtur dikur 1-2 goca në fshat, po s'ma varen. Mato! Gjuajtur me topin, jo me gjuajtur. Gjuajta 1-2 herë, po s'qëllova në shenjë, në vend të gjuaj armikun, gjuajta 1 urë e shemba, blokova miletin. Mato, po me urën çpate. Ato e di unë. He, zoti Mato. Po çike këto që na bën më. Po si mund ta Po s'kisha për të herë nga këto. Si mund ta paralizosh topin e Matos me topin e Matos? Top për top. Po nuk, a ke do s'lutem na rikthe prapë se ky Juli na e kupton çfarë paralelizmi bën me topa ky. Pa do luaj me topa tash. Po se di me çfarë luan ti koleg, po. Ti me topa luan. Po bowling, futboll, tenis, po nga. I lutet tenis. Po ping pong që i ka topa më të vegjël apo? Se shumë vegjël, si kontrollojnë dot ata. Si kontrollojnë, s'ka që kontrollon tjerë. Dikin ata janë më të holl, shumë më të lehtë. Po kështu janë kur janë plot. Duhet më mushet dora. Prandaj pëlqej topa tenisit, ja. Okej, mirë, 19:27 minuta, toka nga Fly Project dhe Sa ka kjo këngë? Po normale burr ka ditëlindjen sot keto si po s'po e pranon. Edhe 100 ketos. Respekt, gëzuar ditëlindjen zemra ime. Apo se ka sot. Ky staf po të uron. Ikim. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt live ose live, si ta doni ju. Ora është 19:30 minuta, është 2 mars 2026. Presim telefonin, më presim ta dalin edhe lekët. Ha. Alo, kush është? Alo, Alo, bravo. Mirëmbrëma, kush je i nderuar?
Jam një profesor, doktor, antropolog, etnolog, albanolog, kronolog dhe pjesërisht astrolog. Po, një sekond, po si I mban gjithë të titull jo, profesor? Ashtu si që mbani ju mbi supet të formimin e historisë shqiptare, mor zotëri. Qa deformimi po thua, o zoti profesor? Fakti që bota nuk e pranon se gjithçka e ka origjinën nga Shqipëria. Po ja gjithçka tani, mos ta egzagjerojmë, t'lutem, se edhe profesor. Absolutisht gjithçka. Për shembull, Napoleon Bonaparte. Po, ç'lidhje ka me ne? Me sa di unë ai s'ka ardhur kurrë nëpër këto territore. Po s'kam se të vite, mor zotëri, sa e ka qenë gjithmonë këtu, shumë e thjeshtë. Bonaparte vjen nga Bonaparti, pra parti. Jo, ore. Dhe në del qartë se Bonaparte ishte politikan shqiptar që kishte hapur një parti. Zoti profesor, po kjo s'është provë mjaftueshme, Bonaparti. Ç'është kjo? Ashtu do prap ta japun, ai pushtoi Europën që në moshë të re, apo jo? Po, e bëri. Por, kush e ka pushtu tjetër Europën që në moshë të re? Shqiptari. A thu prandaj shpalli veten mbret o profesor? Normale, kur nuk të shpallin ti çfarë bën, mor zotri, vetë shpallesh, shif zokun, shif Bonaparte, një soj ciu, thuaj pak, a lidhe Shqipëria këtu, ava. Pyton, se kisha menduar asnjëherë këtë, profesor, bravo. Ato bravo si. Po, vazhdo, se që ka shumë interesante kjo. Betejë që Bonaparte humbi, pse humbi, mor zotri, se ishte shqiptari, tharora, tërhiqo. Po ai nuk pranoi, hajde dhe I qiksa se e kam në dorë, po q'kishte në dorë. O profesor, po se në çdo foto ti ai mban dorën të futur te xhaketa. Ka lidhje me Shqipërinë edhe kjo tani sipas teje? Sigurisht, por ti zotri është gjithmonë duke kërkuar çakmakun. Ku e lash për ç'i? Jo, prove. Pa ta ashtu. Nga se vdiq Bonaparte për zotri. Po se di, nga vetmia më duket e lan vetëm. Duhet ta dish, mësoje, zotri, historinë e Shqipërisë, mësoje. Po qa histori e Shqipërisë, nëse është e Francës, po nejse, pse vdiq? Vdiq nga ultra në stomak, pra, rakia, cigare gjithë ditën, madje edhe esull në mëngjes, fik si shqiptarët. A do pravo? Ja, le se na mbushe mendin, oke do s'mbyllja këti, oke do s. Ja, nuk e mbylla, mor zotri, sa shqiptare I njeh themelet e tij, po kam edhe një tjetër. Po. Ai shpiku strategjin t'i bie shkurt dhe kapgje rrugë futu e pushto. Shqiptar bra, futu këtu shkurt, hale jo parko aty se nuk punohemi. E kupton apo jo? Mas ja fut kota shi, profesor, se me të vërtet, po dua të di ku I ke marrë këto diploma ti. Tani nga mbyll mirë që ishte shqiptar, po ishte edhe nga Përzhita, Mulleti, ato zona andej. Ja ke fut kot, pa di të bëj mish ai, se andej zonë mishi është. Jo, për të zotri, ishte Tiranës, prandaj I kanë dedikuar këngë Napoleoni që e kërcen në tasma, por thel, nuk është thjesht kërcim, është ritual festiv për paraardhësin e tyre Napoleon Bonaparte. Pas gjithë këtyre duhet ta rishikojmë tani historinë. Shumë faleminderit profesor Rik, hajde natën e mirë. Akoma domo. Rishikoni edhe punën e Egjiptit me piramidën. Po ato pse? Po pse se pranoni që piramidat e Egjiptit I ndërtuan shqiptarët, mor pse ç'ju kemi bërë? O, profesor, se kjo është akuzë e rëndë për Egjiptin. Tani unë e di që mbreti I tyre I parë ishte shqiptar, po jo se I ndërtuam ne piramidat. Po nuk është akuzë, mar është korrigjim historik, o djalar. Mirë, mos e prish gjakun. Na thuaj pse, profesor, të lutem. Sepse janë pa leje ndërtimi dhe askush nuk I prish dorë, mor stili shqiptari, do prapë apo jo? Po ne si staf jemi shumë kurioz, si arritët ju në këtë përfundim? Se fillimisht nga arkitektura, piramida është një objekt që ndërtohet shumë shpejt dhe nuk mbaron kurrë plotësisht, a kupton, me maj. Pse? Sepse ose mbarojnë legët, ose presim atë mikun që
e rregullon më vonë, I kafet e xhepi, a kupton ato prap? Mirë, po ta gurët gjigant si ngritëm nëse që ka shumë interesante kjo, se nuk është zbuluar ende, hajt na e thuaj ti. Teknikën tradicionale shqiptare, Morgjela. Cila është kjo? Hajde edhe I dorë, burra, edhe I qik. Profesor, kështu si që ke nisur, do na nxjerrësh edhe faraonin shqiptar, të lutem tashi. Po shqiptar është zotri, madje është tipik kryefamiljar shqiptar. Që gjithë punojnë ai rrin divanë dhe jetë mend, po e kështu, po e ashtu e ti unë. Zo prapa jo. Po, profesor, të falenderoj shumë, oke dos, të lutem, mbyllë telefon që do telefonoj prap, se kam prova që edhe dinosaurët ishin shqiptar, po shduken se gjetën parkim. Po, me të mira, profesor, të uroj shëndet. Edhe herës tjetër merri ato diplomat edhe grisit e gjitha nga e para tek e fundit. Oke, do s'kem bëri me dhimbje koke mua. Do t'i fusim në një qili, apo jo? Po. Do t'i do, I themi profesorit. Profesor, ti do që gjithë botat jetë shqiptare, por nuk bëhet tani. Ne me të vërtet I kemi qef shqiptarët, po jo ka I shumë. Egjipti, Napoleon, Bona, Parti. Një femër të falesha sa bukur. Ishim 20 vite, pothuajse 20 vite pas në Top Fest 3 kur kjo këngë doli. Qa u bën 20 vite? Po. Ua, 2005-2006 çka e tillë. Çfarë thua tire? Shumë e la. Do ti do, po. Dum. E ke menduar ndonjëherë që ne kemi një lloj paragjykimi për kinezët që han me shkopin? Her pas herë. Çuditshëm janë si janë me. Po pse sa duket çuditshëm, për shembull kur ne I gjëmojmë atij kokrës së ullirit me kujt dhëmbësh. Pse me kujt dhëmbësh e hati kokrën e ullirit? Po edhe këta që pinë ndonjë gotë, her pas herë I shkojnë shumë. Si pianet si thegur. Ti je pianet si thegur. Si shkon tyre. Pse nuk duket e çuditshme kjo, po do duken ata. Po, për ata mbase ke pyet ndonjëherë në një kinez, çfarë duket të çuditshme te ne? E pyeta ai më tha, po se kuptova çfarë tha. Si ta tha? Nimësh ata, po çuçi. Ashtu ta tha. Këto janë lajmet e Pekinit. Me çuçi, e kështu e the, çuçi, po. Po çuçi. Çuçi. Çudirat nga bota, përveç tyre ngjarjeve të tmerrshme që janë duke ndodhur. Po. Por aktualisht janë 550 persona në gjithë botën që janë të ngrirë. Si të ngrirë? Ja, po të ngrirë. Jo, më duhet thot diku shkriva. Se po këta janë Big Brother janë ata, po e vjen ai surprizë. Në pritje të ringjalljes me teknologjinë e së ardhmes. Çfarë thuare? Kupton këta miq që kanë lënë jetë, miq që kanë lënë shëndetin, po kanë lënë dhe menja. Janë futur aty dhe presin të ringjallën. Shtypë atë se ke informacion më shumë. Shtypë atë. Numri I personave të ruajtur aktualisht në kriproservim quhet. Po, me krip, janë brenda në krip ata. Është rritur në mbi 550 në mbar botën, ndërsa mijëra të tjera janë regjistruar për të nënshtruar këtij procesi pasi të ndahen nga jeta. Si ata vdesin? Po, këta vdesin edhe na fusin aty te kavanozin e. Jo, se po ke është I film kështu. Dezinformon Juli. Ata nuk vdesin. Pra nuk ju ka ardhur ora që qoftë pasi të ndahen nga jeta. Ore nuk ikën ai për shkakun 90 vjeç. O ti zotri kështu shkruaj këtu tani. Ore shkon ti I thu duhet ngri. Duhet shkri pas 300 vitesh. Po të fusin aty ata sepse e ke parasysh kur vë peshku ngrirje nuk prishet edhe njeriu, po fut ngrirje nuk prishet. Peshku është I gordhur më zotri, pra po jo, s'ke parë një peshk gjallë që rrin ngrirje? Po si e ku edhe kur shkrihet ringjallet ai prapë. Thotë po më ndoshta është ai I madhi, po këtë jo, po nuk bëhet teknologjia e peshku, a kupton? Se peshku nuk ka tru. E ke vënë re tru peshku? Jo, peshku s'ka memorie, thon. Jo, edhe tru s'ka. E ke hapur një peshku në peshku, ku e ka truri peshku? O digjon. E pra, unë s'ja ha kokën peshku. Nuk ja ha kokën tjetë. Po koka është me shish, po koleg. Gjithë te koka është lezeti. Ta individ ruhen në temperatura ekstreme prej minus 196 gradë Celsius në Arizona dhe Chronix Institute në Michigan. 553 do bëhemi do shkojmë dhe ne Juli, u pa. Ndërsa procesi teknikisht quhet vitrifikim, I cili përdor një lloj antifrizi mjekësor. Idhi antifriz ka I bluja. Sa I kuqi nuk ka për makinën time. Po sepse ai lëngu antifrizit është deri në temperaturë shumë lartë. Pa ai është për të mos ngrirje pra. Po pra, po të futaj lëngu që ti jesh ftohtë po mos të ngrish. Është shumë kompraçikoze si gjë Juli. Kuptoj. Prej lëngut erdhëm nga lëngu po shkojmë.
Lëng po është Emilio. Okej, është 19:44 kemi reklama. Reklama patjetër që kemi reklama dhe rikthehemi sërish për mbyllje.